Kjo do më thonë është qëllimi i ofertës. Me kap sa më shumë mall, do më thonë artikuj që do mi blej me sa më pak pare. Që kjo është. Do më thonë shkurtimisht me definu, do më thonë oferta është me blej sa më shumë me sa më pak pare. E Ramazani është, nuk është gajbet kjo të agjerimi që po dashka mu përgadit më herët paraprakisht, edhe psikikisht, edhe shpirtnisht, po edhe fizikisht për muajin e Ramazanit. Pastaj të nderuar vëllezër, Allahu i lartësuar në një formë ose në një tjetër, ibadetet e mëdha, punëve të mëdha, ja u ka bënë një fazë para përgatitse. Për shembull, që namazin, hiç pa shku më larg, për mu fal, do të marr abdes, apo? Domthon kjo është një fazë përgatitse se ti po merr abdes për me hyrë namaz. Pastaj duhet mu thirr ezani, për me hyrë farz zakonisht namazet kanë sunete. Në mënyrë që ti me të gjitha metodat dhe të gjitha format mu përgatit për namazin që po vjen farzi i Allahut fuqiplot. Pastaj kur kalojmë edhe te zakati, edhe këto është një fazë përgatitse. Allahu e ka obligu zakatin një herë, po e ka obligu në pasuritë të caktuara. Tash kur ta plotson ai nisabin, pasurinë, ai ton vitin tash ka me përcjell. Apo mbet obligim zakatin në fund apo nuk po mbet. Domethënë ton vitin është ka përgatitet shpirtërisht që unë në fund vitit ka me dhënë zakat. Domethënë një ibadet të madh. Kështu është me haxhin. Allah e ka bënë një herë në jetë. Mirë po shumë njerëz prej moti fillojnë më u përgatit, qysh t'i baj rëndë me shkun haq, qysh t'i baj punë, qysh t'i baj tullat, e kështu me radhë. Mirë po, edhe karshi kësaj, Allahu e ka caktu kufej kohë të haxhit që nisen prej Shevalit. Në momentin kur dalni për Ramazanit, që him muajin Sheval, fillojnë muajt e haxhit. Haxhin s'mundet me krye në Sheval. Mirë po, mundet me hinë në jetën e haxhit prej Shevalit. 2 muaj diçka i ka para se me ardh dita e Arafatit. 2 muaj më ndet fiks. Para se me ardh dita e Arafatit, mundet me hinë jetën e haxhit në muajin Sheval. Për ata Allah thotë el hajju ashhurun ma'lumat. Haxhi është në muaj të caktuar. Do të thotë ai që ka vendosur me bë haxhin, edhe don me bë haxhin me shpirt të ibadetit haxhit, ai fillon mu përgatit prej Shevalit. Se qysh ka me shkun haq, qysh ka me vesh ihramin, qysh ka me bë tavafin, qysh ka me gjujt gurt, në Arafat, çka ka me lut Allahun në tavaf atë kur sjellna, çfarë luti ka me i bë, qysh ka me lut Allahun e kështu me radhë. Domethënë, nuk është gajbet kjo te agjerimi që po dashka mu përgatit më herët paraprakisht, edhe psikikisht, edhe shpirtnisht, po edhe fizikisht për muajin e Ramazanit. Kështu pra, të nderuar vëllezër, qëndron puna me Ramazanin për arsye se oferta është tejet e madhe. Oferta është madhështore. Tash do ta shpalosim se çfarë oferte Allahu të ka bërë ty edhe mua për Ramazan. Allahu e ka dhënë një ofertë enkas, speciale, të veçantë për ty edhe mua. Ty edhe mua është na lut, o njerëz, në Ramazan ku do diçka për juve bre, na nuk shoni. Na nuk shoni çka do për juve në Ramazan. E tash që kjo ofertë është qaq madhështore sa që ja vlen na prej tash bile edhe më herët me mendu. Se unë çka kam me bënë Ramazan? Qysh ka me shfrytzu Ramazanin? Qysh ka me i vjel frytet e Ramazanit dhe qysh ka me mush me ibadet sa ma tepër. Kjo të nderuar vëllezër, edhe pse na i morëm shembull ibadetit, mirë po kjo është edhe në jetën tonë përditshme. Kur dikush dëgjon se në fund vitit ka me pas ofertë, ose ka me pas zbritje, ruhet. Kurse jetë që në fund vitit edhe me i kursy parët edhe me i ngri ofertat. Çdo që t'jenë ato oferta, ose i runë datat në të cilat ka ofertat caktume, që ma me pak pare, me blej diçka ma shumë. Kjo do më thonë është qëllimi i ofertës. Do më thonë, edhe në çështjet të dunjas, na përgatiteni. Edhe dikush i ka bën jetë me blej në ndonjë maqinë ose ndonjë teknologji, po i kanë thonë se në fund vitit ka oferta o krye, shkon tu rezervuar tu bogati që në fund vitit me kap sa më shumë mall, do të thonë artikuj që do mi blej me sa më pak pare. Që kjo është? Do të thonë shkurtimisht me definu, do të thonë oferta është me blej sa më shumë me sa më pak pare. E Ramazani është, mirë po me pak mund me fitu sa më shumë.